Jeni me edicionin informativ të orës 11 në ATV. Sot shënohet 27 vjetori masakrës së Reçakut, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë që ndryshoi rrjedhën e historisë së vendit. Më 15 janar të vitit 1999, forcat policore dhe ushtarake serbe vranë 45 civil shqiptar në fshatin Reçak në komunën e Shtimës. Me këtë rast në kompleksin memorial në Reçak janë mbajtur homazhe, ndërsa në shtëpinë e kulturës në Shtime nga ora 12 do të mbahet ceremonia qendrore përkujtimore me pjesëmarrjen e krerëve të shtetit dhe përfaqësuesve institucionale politik. Masakra e Reçakut u cilësua si krim edhe nga shefi i atëhershëm misionit verifikues të OSBE-s William Walker, ndërsa pamjet e saj tronditën opinionin ndërkombëtar dhe rritën presionin ndaj regjimit serb, duke paraprirë zhvillimet që çuan në ndërhyrjen e NATO-s dhe çlirimin e Kosovës. Ndërkohë në